Marrëveshja e rritur mes Ukrainës e SBA-s nuk mbeti pa marrë reagime. Ukrainasit në Kiev, pas vendimit për armëpushim të përkohshëm e për bisedime që t'i japin fund luftës, u shprehen me ndjenja të përzjera. Një ndërta që edhe një ushtar ukrainas I cili humbi të dyja këmbët, e që nuk po pajtohet me këtë marrëveshje. Si mund të pajtohem me ndonjë kompromis pas asaj që ata kanë bërë? Ata vinë këto për të vrarë pavarësisht se si përfundojnë negociatat. Ne do t'u tregojmë rozëve se ku është vendi I tyre. Një vendim të qartë ka edhe shoku I tij, I cili shpreh dyshime rreth këtyre kompromiseve. Nëse do të ketë armëpushim, kjo do t'i jepte vetëm kohë Rusisë për të rritur fuqinë e saj të zjarrit, fuqinë punëtore, raketat dhe armët e tjera. Më pas ata do të sulmonin përsëri Ukrainën, kështu që ne thjesht nuk mund të flasim për uljen e mbrojtjes sonë ose për të bërë ndonjë kompromis mbi territorin tonë. Në përgjithësi, ky armëpushim, I cili është pasojë e një ndihme të shkurtër nga Shtetet e Bashkuara, përbën një mundësi për t'i dhënë fund luftës, por nga ukrainasit ka ende shumë pikpyetje rreth qëndrueshmërisë së tij.